Problemi i kapujve që varen si Merimanga në rrugë Sheshe dhe rrugë Dytësore të Durrësit ka qenë disa herë objekt i kronikave të transmetuara në Adrianet Televizion, por siç shihet nga pamjet, situata për fat të keq vijon të mbetet e njëjtë, madje është përkeqësuar. Nuk ka hapësirë publike ku ato të mungojnë, të mbivendosura me njëra tjetrën. Kabujt të çfarëdolojshme janë bërë problem në të gjitha rrugët e Durrësit. Të rrjetit elektrik, të kompanive të telefonive celulare, të internetit, kabuj janë bërë bashkë duke krijuar këtë gjendje. Pamjet e fokusuara gjatë ENTES tregojnë se si gjendja e tyre në lagje të ndryshme të qytetit ka ardhur duke u përkeqësuar. Ato varen mes tyre në çdo pallat dhe objekt tjetër në zona. Në rrugën me emrin Doktor Ismail Tartari, kabujt kanë pushtuar shtyllat. Nevoja për të marrë të gjitha shërbimet ka bërë që qytetarët të plotësojnë kërkesat e tyre, ndërkohë që kompanitë private janë gati të ofrojnë çdo shërbim mjafton që të paguash. Në këto kushte, pamja që të ofrohet është kjo. Dhe jo larg, por në qendrën dhe rrugët kryesore të Durrësit. Jo pak kohë më parë, bashkia nisi një projekt për sistemimin e kabujve në disa zona të qytetit, por gjithçka ngeli në mes, duke mos përfshirë të gjitha lagjet dhe duke lënë gjendjen kështu. Përveç rrezikut të rënies së zjarreve, sikurse dhe ka ndodhur, pamja që të ofrohet lë shumë për të dëshiruar.